Ditën e sotme po punoi për shlerimin e hapësirave pranë Fakultetit të Shkencave Shoqërore dhe të Natyrës të Universitetit të Shkodrës, duke i rikthyer ato në funksion të plot publik. Ky aksion synon rikthimin e këtyre ambienteve në shërbim të studentëve, stafit akademik dhe komunitetit, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e jetës akademike. Rregullimi i këtyre hapësirave është mirëpritur nga qytetarët, të cilët e vlerësojnë pozitivisht këtë ndërhyrje dhe lirimin e hapësirave në përgjithësi në qytet. Shumë mirë më bën, shumë mirë. Gardhe, baraka, gjana. Ka i koha gardheve shumë i gnatë. I bën shpejt. Po mirë duken, po kesh për ata që u prishin. Si të kesh s'ka, po mirë është. Po në kja, dikuj djeg, dikuj prish punë se ka hek, ka shpenzu disha me i ba. Por në shumë raste, është të mëne nevojshme me hek. Bedosh me hi makinet e zjarfikse të lesër ku him. Unë në apartament rrit nga dytë, bedosh me pas nevojshme. As ka bjerë makina në pastru komunalja. Shkan ka hin, as nuk ka zjarfikse ka hin. Këto ndërhyrje janë pjesë e një procesi për rregullimin e infrastrukturës arsimore në qytet. Synimi kryesor mbetet krijimi i ambienteve më funksionale cilësore për të mbështetur zhvillimin e procesit mësimor, kërkimin shkencor dhe jetën studentore në Universitetin e Shkodrës.